Nuk më duket e drejt. Popli dikun duhet më nalë. Nalë aty, ka 5 euro, boa shumë. Kishëm pas standart ma nalë, ndryshish kishte qenë. Po standardin e kim tullë. Po ministria e pa drejt është këtë rast. Se popli kur është në të lashe, a i duhet bëshku mu kontrolu dikun. Unë mendoj se ata qytetarët cilët e kanë lagjen e vetë ambulantën, nuk ka nevoj me arë këto. Mirë për në raste emergjente ose në raste kur dikosh është musafir, dikun, edhe për një herë ndodhë se smuhet ose nuk ka gjendje të mirë, mendoj se ai duhet mu liru, se cili lagjen e vetë, ku është i regjistrum, aty edhe mundet me shku me marrë shërbimet mjekësore. 5 euro mendoj se është tepër. Ishtë dash 3 euro, maksimumi 3 euro, jo 5, këto kushte, këtë standard që ne e kemi në Kosovë, këto paga që mirën në Kosovë nuk i plotësojnë gjitha mundësit, edhe të mjeku, edhe ushqimet, edhe hargjimet ditore. Ma mirë, ma pak, po s'ki që i bënd tërë, që shë kanë vendosë. Ministria e Shëndetësisë ende nuk e ka përfunduar procesin e përzgjedhjes së mjekut familjar. Përderisa pacientët nuk kanë mjek familjar të përzgjedhur, ata lëvizin brenda komunës nga një qendër në tjetrën dhe është goxha vështirë me ditë se një pacient cilës qendër i takon. Prandaj vendosja një takse 5 euro brenda komunës është problematike me ndodh. Unë mund të pajtohem plotësisht me Ministrinë e Shëndetësisë nëse një taksë e tillë do të vlente për qytetarët e një komune tjetër. Për shkak se buxheti për atë qytetar paguhet në atë qendër të asaj komune, jo për shembull në komunën e Prishtinës ku zakonisht vinë i kryejnë shërbimet e nevojshme. Por brenda një komune është shumë problematike mu vendos përderisa nuk kryhet procesi i përzgjedhjes së mjekut familjar. Po secila udhëzim administrativ mund të ketë të mirat edhe mangësitë e veta, siç mund t'i ketë edhe ky udhëzim administrativ që është tani. Kjo është njëra prej sfidave që edhe ne si institucione ose si përgjegjës të institucioneve shëndetësore në Prishtinë kujdesim parësor jemi përballë me kërkesa, ankesa ose kërkesa për sqarime prej qytetarëve të ndryshëm. Është një masë e cila figuron ashtu siç e cekët edhe ju në pikën 7, e cila normalisht pacientëve ose qytetarëve të cilët dalin jashtë zonave të banimit për me marrë shërbime me një farë forme i penalizon me një pagesë prej 5 eurove. Udhëzimi administrativ për kujdesin parësor shëndetësor 04-2020 e qartëson shumë mirë zonimin ose ndarjen e qyteteve ose komunave mes veti, po edhe zonimin brenda komunave. Me anë të udhëzimeve administrative mundësohet që të koordinohet puna që këta qytetarë të marrin shërbime në zonat e tyre. Mos dalin jashtë zonave të tyre për të marrë shërbime. Kjo i ka dy kuptime, domethënë kjo pikë nënkupton dy kuptime. Zonë mundet me uqujt edhe komplet qyteti ose komplet komuna, mirë po edhe komunat brenda ose qytetet brenda pjesës së vet i kanë të ndame në zona. Prishtina e ka të ndame se cilën QMF në zonën e saj. Edhe pacientët cilët mund vinë prej qyteteve tjera, i takon që kanë ardhur prej një zone tjetër ose prej një komune tjetër, dhe ata do të paguajnë 5 euro në vend të 1 euro ose 2 euro sa është shërbimi aktual, dhe kjo normalisht ka shkaktuar pak shqetësim të qytetarët. Ne i kemi ngrit edhe ne si institucion kemi dërgu shkresa për sqarime ose për korrigjime shtesë të udhëzimit administrativ që besoj në të ardhmen do të ketë sqarime shtesë. Unë mendoj që është mos vedisuese, nuk është çështje penalizuese ose kufizuese.